Për kornizën ligjore dhe kushtet e punës në Kosovë do të diskutojmë me ekspertin e sigurisë në punë Ardit Bobi, që kanë në linjë të drejt për drejt. Bobi, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, Ares, faleminderit juve. Një maji, qyshe gjenë Kosovën? Fatkeqësisht, jemi të nditur nga lajmet e fundit, të cilat i kemi marrë për këtë 4 mujoshën e parë të vitit 2026 dhe të vdekur në vendin e punës për 4 muaj, në ditën kur punëtorët duhet të vizohen për ditën e tyre. Sot kemi pikëllim jo vetëm punëtorët, por i gjithë Republika e Kosovës ndjejmë ngushtim për ata të cilët i kemi humbur. Lejoni të përmend që para një muaji isha prezent në studion e juaj ku dhe diskutuam për krijimin e vendeve të punës në sektorin publik për të rritë tonë, ku përmendëm dhe pse sektori privat nuk është njëra prej arsyeve dhe nuk mund të shërbejë si ndalesë për emigrimin e të rinjve nga vendi jonë. Ku disa prej arsyeve në fakt ishin se irritimi i të rinjve në sektorin privat është shumë i madh për shkak të kushteve të këqija në sektorin privat, që nuk ju respektohet orari i punës, siç e kemi përmend, nuk ju respektohet shëndetësor apo pushimi shëndetësor. Dhe sot ja ku jemi këtu, nuk jemi duke folur për statistika, por jemi duke debatuar për jetë njerëzish. Pra, dhe të vdekur për 4 muaj nuk është thjesht një numër, por është një lajm serioz që na tregon se sistemi në Kosovë nuk funksionon fare. Patëm një aksion të gjerë të Inspektoratit Qendror të Punës për shkak të rasteve me fatalitet të punëtorëve në vend të punës. Për 2 javë u inspektuan një numër i bizneseve. A mendoni që është iniciative duhur ose e mjaftueshme kjo, edhe pse edhe përgjatë kësaj kohe pati viktima fatkeqësisht? Nuk është e mjaftueshme, sepse ne duhet të themi problemet realisht ashtu siç janë, sepse realiteti në terren është i ashpër dhe kjo duhet thënë hapur, sepse sistemi i keq trajtimi të punonjësve në sektorin privat është një keq trajtim që e ka kaplu të gjithë Kosovën, ashtu siç e përmenda, dhe nuk është i mjaftueshëm dhe është tepër i vëndshëm. Para një muaji e kemi diskutuar dhe ja sot ku jemi do të thonë të miruar nga këto lajme, sepse shumë punëtorë punojnë pa kushte elementare sigurie, nuk kanë domethënë inspektim. Inspektimet shumë shpesh kanë qenë domethënë formale dhe jo reale. Ka pas raste, ne e dim se siç funksionon i gjithë sistemi administrativ në Kosovë. Ka raste kur njoftohen domethënë pronarët e bizneseve nga vetë inspektorët se ne do të vim në kontroll. Dhe ka raste ku kontratat janë vetëm në letër. Pra punëtorët në Kosovë frigohen të flasin, sepse rrezikojnë vendin e punës apo edhe rrezikojnë probleme të tjera me vetë pronarët e bizneseve. Dhe këto nuk janë domethënë raste të izolume, po janë domethënë fakte dhe probleme sistematike në Kosovë. Dhe qyshe pa ditën e sotme ku pati protesta simbolike, a do duhej një maj të ishte protest masive e sindikatave të përbashkëta të sektorit publik e privat, të përqohet një mesazh më i fuqishëm tek institucionet? Po, Aris, shiko se në çfarë situate ndodhemi. Normalisht që gjithë qytetarët duhet të dalin në protest për këtë lloj gjendje të cilën gjendemi sot, por edhe herën e kaluar në emisionin e juaj kam përmend se qeverisë për momentin përfshihet jo vetëm anëtarëve të qeverisë në detyrë, por edhe i gjithë stafi i politikanëve të cilët janë në parlament, nuk janë aq të angazhuar, nuk kanë qenë as viteve të fundit për këtë sektor. Nuk e kanë mendën një herë me u marrë me sektorin privat, se si po kalojnë ata, por janë në fushat vazhdimisht për krijimin e institucioneve qeveritare dhe më zgjedhjen e presidentit.
këtu njerëzit e kanë gabimin më të madh. Ne si qytetarë të Kosovës nuk ka nevojë organizim të sindikatave, por ne si qytetarë, si obligim moral i cili na takon, duhet të dalim masivisht që të përkrahim këto organizata dhe një herë për gjithmonë të përfundoj në ushtrimin i punonjësve ndaj pronarëve në sektorin privat. Dhe tash e përmendet çështjen e situatës politike aktuale ku do të kemi zgjedhje me 7 qershor, a besoni se diskursi politik edhe premtimet e kësaj fushate do të kenë në fokus të mirëqenien e qytetarëve, përfshirë edhe të punëtorëve në të dyja sektorët, apo do të ketë përplasje politike të nivelit tjetër, sa i përket presidentit, sigurisë, diplomacisë dhe të tjera? A do të duhet, nuk është pyetje që duhet më bëu, a do të duhet, sepse këta politikanë kanë obligim dhe nuk është mirë më ardhë deri në këtë nivel, saqë ne duhet ta diskutojmë obligimin e tyre. A duhet ata ta kryejnë obligimin e tyre? Domethënë, shikoj se çfarë niveli kemi ardhur. Ata e kanë obligim të merren me këtë çështje. Dhe për sa i ngjojnë në politikanë tanë të cilët janë sot në skenën politike, diku 99% i tyre mos ti përfshit gjithë, por 99% i tyre nuk është në interesim që t'ju shërbej, momentalisht t'ju shërbej qytetarëve të Kosovës, sa janë të fokusuar për zgjidhjen e interesave të tyre personale momentalisht. E qartë, Bobi, ka shumë tema për diskutuar për këtë çështje, po unë falenderoj për sonte, sigurisht do të kemi rast hera të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë, do të shkëputem